Kamionët i ndaluan para komunës. Kështu punonjësit e kompanisë pastrimi vepruan mëngjesin e së enjtes për të shprehur pakënaqësinë në lidhje me kushtet e tyre të punës. Jemi mirë pa derivate, skemas derivate me çka me dalë me kry shërbimin tonë. Prej 2007 deri sot e kena shty diqysh, veç që tashti na i kanë prue fund kjo katastrofë. Kërkesat u dëgjoi i dyti i Prishtinës, Shkëmb Manaj. Na episodi nuk kena protest dhe na grevë, edhe cilat kërkesa na i kena shtru, punëtor. I kena paraqit kërkesa dhe plotësohen që ato kërkesa, na nuk largohen. Ky i premtoi zgjidhje. Jemi të pas zgjidhje. Në era fat shpejta pas sa kemi shkon zgjidhja fat mesme në fat gjata. Ne jemi të interesuar që në të ardhmen këto kompani me kthym kompani komunale. Megjithatë, zotimi i tij këta punëtor nuk i zmbrapsi. E asnjë marrëveshje që u arrit ndërmjet menaxhmentit të ndërmarrjes dhe komunarëve. Sindikata punëtorëve krye me pastrimit njofton opinionin publik se ndonë se është nënshkruar një kontratë shtesë për shërbime sipërfaqësore me vlerë prej 1.5 milion euro. Kjo nuk është zgjidhja kërkesave tona thelbësore. Kjo revolt erdhi si rezultati asaj se i pari i kryeqytetit, Përparim Rama, ditë më parë fajsoi kompaninë për mos pastrim, e këta të fundit akuzuan kryetarin për borxhet e papaguara. Punonjësit kanë thënë se nuk do të largohen deri në përmbushjen e kërkesave. Greva, siç thonë ata, do të bëhet me ndërrime, por jo secili grevist mundi ta përballojë qëndrimin e gjatë në këtë vend.